mjedor majtas, mjedor djathtas, duke u përpjekur të ruante qetësinë dhe dinjitetin mes një situate që po shpërthente në ekran. Por ndërkohë, jashtë kishte plasur Nami. Rrjetet sociale u ndezën brenda minutave. Çdo video, çdo kënd, çdo moment i asaj ngjarjeje po shpërndahej me shpejtësi marramendëse. Komentet vërshonin pa ndalim, disa me humor, disa me habi, disa me mbështetje për Nikole e disa të tjerë thjesht duke e kthyer momentin në meme. E pa kush çfarë ndodhi. Jo more, po si ndodhi ashtu. Nikolen e mbajti veten shumë mirë. I gjithë diskutimi publik u kthye rreth atij momenti. Një ecje e zakonshme u shndërrua në një nga skenat më të komentuara. Ndërkohë brenda, Nikole vendosi të mos e dramatizoj. Edhe pse brenda saj mund të ketë pasur një përzierje emocionesh, siklet, nervozizëm, ndoshta edhe pak turp, ajo zgjodhi të vazhdoj. Dhe jo vetëm kaq. Teksa ngjiste shkallët, tashmë më e kujdesshme, me fustanin e mbajtur fort, ajo filloi të këndoj lehtë, pothuajse